Dhe pikërisht kur pas disa orësh turma e zvogluar ndjeshëm në bulevard nisi të shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtetë. Drejtë e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja atij që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike, duke përvoluar shpirtin e prindërve, bashkëshorteve, fëmijëve, motrave e vëllezërve të 4 burrave të rinj që nuk u kthyen më në shtëpi.